Gjykata themelore penale në Shkup me kërkesë të prokurorit kompetent i caktoi masën e paraburgimit prej 8 ditësh 42 vjeçarit nga Shkupi, i cili pardje bleu benzin, spërkati dhe dogji 2 automjete diplomatike në pronësi të ambasadës së Bullgarisë në Shkup. Autori i zjarrvënies, i cili është filmuar nga kamerat e sigurisë në kuadër të hetimit, dyshohet për veprën penale shkaktimi i rrezikut të përgjithshëm, sipas nenit 288 të Kodit Penal. Incidenti në fjalë tensionoi raportet Shkup-Sofje. Qeveria e Maqedonisë së Veriut, që në të njëjtën ditë e dënoi ashpër aktin vandal dhe të papranueshëm të djegjes së automjeteve me status diplomatik në afërsitë të ambasadës së Republikës së Bullgarisë në Shkup. Incidentin e dënoi dhe Ministria e Punëve të Jashtme të Bullgarisë, duke e cilësuar si rezultat të gjuhës agresive politike dhe nxitjes së urrejtjes, ndërsa kritikoi reagimin e pamjaftueshëm institucional në raste të mëparshme. Ndërkaq, Fondacioni Bullgar Maqedonia ka paralajmëruar se të dielën do të bllokojë 3 pikat kufitare ndërmjet Bullgarisë dhe Maqedonisë së Veriut. Bllokada, siç njoftuan nga fondacioni, është koordinuar me Ministrinë e Punëve të Brendshme të Bullgarisë dhe do të zgjasë 2 orë, nga ora 11 deri në orën 13. Kjo vjen pasi para 2 ditësh u dogjën 2 automjete diplomatike të ambasadës së Bullgarisë në Shkup, një veprim që nga fondacioni u vlerësua si një formë terrorizmi. Qëllimi i bllokadës, siç shtojnë nga Fondacioni Bullgar Maqedonia, nuk është pengimi i qytetarëve për të kaluar kufirin, por të dërgohet një mesazh kryeministrit Mickoski se pushteti në Shkup nuk mund të vazhdojë më, siç thonë ata, represionin.